Kryeministri Edi Rama e cilësoi fitoren si historike jo thjesht për përmasat që ka marrë Partia Socialiste, por edhe për faktin se erdhi në një moment të rëndësishëm për vendin. Nga sheshi Skënderbej në Tiranë ku mbajti fjalimin e fitores së zgjedhjeve të 11 majit, kreu i qeverisë shprehu falënderimet për të gjithë mbështetësit e migrantët, por edhe për të gjithë ata që këtë herë i dhanë votën, edhe pse nuk janë tradicionalisht me të. Kryeministri Rama tha se ky është mandat i fortë për të dhënë shqiptarëve rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa premtoi se mandati 4 i qeverisë socialiste do të siguronte mbylljen e negociatave në vitin 2027. Rezultati i një përballjeje përfundimtare me historinë tonë të mundimshme, në kushtet kur na ra neve shansi t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën e historisë. Gjithsesi, në kryqëzimin mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do qeverisë 4 vjet të ardhshme dhe një mundësie historike që Shqipëria 2030 të bëhet zonjë anëtare e familjes bashkuar europiane, ne u bëm partia që e mishëroi fuqishëm mundësinë historike në sytë e shqiptarëve që duan zonjën Shqipëri në sofrën e BE-s dhe veten e tyre qytetarë të barabartë Bashkimit Evropian. Të tjerët u munduan të na rendin pas me sharje lebetitse dhe me premtime ulëritse, por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet kredi njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin mëtej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne po mbyllim ishte deri tani mandati më i fortë qeverisë si një partie politike. Qysh prej vitit 1992. Ndërsa ky që sapo na kanë dhënë shqiptarët, do të jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Kreu i mazhorancës vuri theksin edhe tek zgjedhja që bën shqiptarët, duke parë nga e ardhmja dhe integrimi. Kryeministri Rama i vë notën 10 fitores të thellë të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit.